Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Dy ekstremistët e arrestuar në fusharës Lije në Burg nga gjykata e Shkodrës, ata akuzohen nga prokuroria vetëm për armbajtje pa leje. Kryebashkiaku Erion Velia janë kimon në gjykatën kushtetuese vendime që e kanë lënë në Burg prej 10 muajt cënohet prezumimi i pafajësisë. Krijohet një grupimi brenda Partisë Demokratike, Ervin Saliani mbledh më të votuarit e primarëve, por që nuk arritën të marrin mandatin e deputetit. Gjykata e Shkodrës la në Burg 2 të rinj ekstremistë arrestuar 3 ditë më parë në fusharës. Ata janë akuzuar vetëm për armbajtje pa leje, por prokuroria po vjen hetimet ku ata janë përfshirë në propagandën që nxit akte terroriste. Julian Cumraku dhe Erzen Uka të arrestuar pak ditë më parë në fshatin Orosh të fusharësit u la në Burg këtë të njëjtën nga gjykata e Shkodrës. Në nisje të seancës, ata kanë refuzuar të çohen në këmbë duke thënë se janë luftëtar të Allahut. Prokuroria i akuzoi ata për mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa po vijojnë hetimet nëse ata kanë bërë thirrje publike dhe propagandë për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Por sipas avokatit të Erzen Ukës, për klientin e tij qëndron vetëm akuza e armbajtjes pa leje. Fillimisht ka vetëm një akuzë, vetëm një ka pas, armbajtje pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtërit nga Naim Erzen Uka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore, dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. Fakti që është gjetur në atë banesë, ku ka disa armë, cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka si lidhje me të mbrojtjen nga Naim Erzen Uka, nuk e bën atë përgjegjës për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve. I pyetur se çfarë deklaruan dy të akuzuarit për armën dhe flamurin me logon e ISIS në banesë, avokati tha. Cumraku tha, e ka marrë si vllajin tim në banesë, për armët tim mbrojtjen nga Naimi nuk ka dijeni nëse kishte apo s'kishte armë banesë, pasi po ta dinte se kishte armë, e di mirë që është në ndjekje nga policia e shtetit për shkak të lidhjes së tij me një ngjarje për hapjen e thonjeve terroriste më parë. Dhe ajo është treguar i kujdesshëm për zbatuar ligjet e shtetit në cili jeton. S'është flamur, është gjetur një shkrim në mur i cili po hetohet si është gjetur, kush gjetur, çfarë lidhje ka pas me flamurin i mbrojtjes nga Naimi. E megjithatë, grupi hetimor që në fillim ka pasur dyshime të forta se të dy janë të indoktrinuar me prirje ekstremiste. Pasi Erzen Uka, ish komando, ka qenë i dënuar më parë për nxitje të terrorizmit, ndërkohë që edhe Julian Cumraku rezultoni i dënuar më herët. Banorët e zonës kanë folur edhe për një person të tretë, pasi të dy ata janë parë shpesh herë në shoqërinë e një personi me flokë të gjata, po për këtë të fundit avokati i Ukës tha se një pretendim i tillë është i pabazë. Erion Velia i ka goditur në kushtetuese vendimin që e mban atë të izoluar që nga 10 shkurti i këtij viti. Përmes mbrojtjes, ai pretendon se masa e arrestit në Burg cënon parimin e prezumimit të pafajësisë. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i akuzohet nga prokuroria e posaçme se ka kryer korrupsion pasiv në 9 raste dhe ka fshehur origjinën e parave. Sali Berisha mbrojti sërish vendimin e SPAK dhe gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Ballukut. Duke e konsideruar këtë hap të lishëm, lideri i opozitës u shpreh se funksionet ministerore janë akte administrative. Sipas Berishës, ministri nuk mund të gëzojë të njëjtin mbrojtje si deputeti. Në 3 vitet e fundit shumë rrallë ka ndodhur që në selinë e Partisë Demokratike të lexohen deklarata në mbrojtje të SPAK-ut e gjykatës posaçme, por sot kryetari PD Sali Berisha lexoi para gazetarëve një sër argumentash që mbështesin kërkesën e prokurorisë posaçme dhe vendimin e gjykatës për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Berisha argumentoi se pezullimi është i lishëm pasi posti i zëvendës kryeministres dhe ministres nuk hyn tek kategoria e personave të zgjedhur. Funksionet ministrore janë funksione të zgjedhura me akt administrativ. Populli sovrani nuk ka votuar as për ministrin, as dhe për kryeministrin në sistemin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Por rrjedhoi gjykata mund të disponojë për pezullimin e përkohshëm të tyre.
Berisha ju kundërpërgjigj të gjithë atyre që përdorin si argument kundër masës së pezullimit parashikimin e kushtetutës se ministri ka të njëjtën mbrojtje si deputeti. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike nuk ka imunitet ndaj masës së pezullimit, pasi kushtetuta mbron deputetin vetëm nga heqja e lirisë dhe kontrolli i banesës pa autorizimin e kuvendit. Por ushtrimi i detyrë ekzekutive nuk është pjesë e funksionit normal të deputetit, si një i zgjedhur me ligj elektoral dhe përpasoj mbrojtja nga pezullimi në detyrë nuk është përfshirë në garancit kushtetuese. Nuk është përfshirë. Këta shkojnë edhe dhjes zgjeposur, edhe bishtin e majnë për pjetë. Berisha sollin vëmendje se ai vetë mbron idenë se pasaporta për deputetin dhe ministrin nuk mund të hiqet pa autorizimin e kuvendit, por gjykata kushtetuese nuk i dha atij të drejtë. Në atë kohë u thash, do të kapni kokën me dorë, po le ta kapin, le të shkulin kokë huma vesh, se e meritoj. Kryetari i Partisë Demokratike listoi disa raste kur ministrat janë pezulluar nga gjykata në Francë, Belgjik, Spanjë, Rumani për të mbështetur drejtësinë e vendimit të gjykatës së posaçme ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Brenda Partisë Demokratike duket se ka filluar të kristalizohet një grupim i ri. 7 muaj pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare, disa prej figurave të Partisë Demokratike janë mbledhur së bashku për të diskutuar rreth rrugës që duhet të ndjek PD në këtë mandat të 4 në opozit. Mësohet se në këtë takim kanë qenë Ervin Saliani dhe Ilir Ali Mehmeti, i cili mori rreth 18.000 vota në 11 maj, por nuk arriti të zgjidhej deputet. Gjithashtu pjesë e takimit kanë qenë Hysen Kadiu, i cili u renditi pari në primaret për Tiranën, Aulon Kalaja, Aqanir Xhafa, Tet Kopliku, Xhemal Gjumkishi, Alma Kore, Pardit Mahmutaj, Nada Daudja. Ajo që i bashkoi këta demokratë është se në 11 maj ishin më të votuarit në qarqet ku garuan, por nuk arritën të bëhen deputet. Burimet pranë këtij grupi bëjnë me dije se ende janë në fazë diskutimesh për të vendosur një strategji si duhet të ndryshojë opozita. Dinjitet personit të jetojnë në Shqipëri. Socialistët u shprehën të hapur në Komisionin e Reformës Territoriale për të reduktuar numrin e bashkive të vendit, por demokratat e shfrytëzuan mbledhjen për t'u rikthyer akuzave ndaj kryebashkiakëve që kanë përfunduar në SPAK. Mazhoranca nuk përjashton mundësinë e reduktimit të numrit të bashkive në mënyrë që reforma administrative territoriale të jetë efektive për vitet e ardhshme. Në mbledhjen e komisionit të posaçëm, ku për herë të parë u bashkua dhe antarësia e Partisë Demokratike, ishin socialistët ata që vunë në dukje rezultatet e reformës së vitit 2015, si shembull ku duhet të bazohen për të ardhmen. Por nuk diskutohet që duhet të ketë një numër më të reduktuar bashkish për të krijuar ato bashkitë cilat e prezantojnë veten, kanë fuqi shumë të tepër, kanë mundësi për të mbledhur fonde, kanë mundësi për të planifikuar investime, kanë mundësi të shërbejnë të gjithë komunitetet që ata kanë. Por opozita nuk ndau të njëjtin mendim. Madje cilësoi të dështuar reformën territoriale të mëparshme. Po, shumë e suksesshme nga pikpamja ime, sepse korrupsioni është endemik dhe për këtë arsye shumë kryetar bashkisë janë para drejtësisë ose janë burg sot. Dhe një nga sukseset më të mëdha të kësaj reforme ishte pra shtimi i korrupsionit i drejtuesve për shkak të mënyrës se si e konceptojnë menaxhimin e pushtetit lokal dhe si funksionojnë. Megjithatë, socialistët u treguan të qartë se retorika politike duhet lënë jashtë diskutimeve, në mënyrë që kjo reformë të shërbejë qytetarëve. Të marrin praktikat më të mira europiane për këtë proces dhe të shohim në kohë jo 2 vjet, jo 2027, jo 2031, po të shohim për krijuar një reformë e cila të qëndrojë në mënyrë sistematike kohës dhe ofrimit të shërbimit ndaj njerëzve. Gjatë mbledhjes si opozita ashtu dhe mazhoranca ranë dakord sa i përket kalendarit të punimeve të Komisionit të posaçëm për reformën territoriale, ndërsa së shpejti pritet që të zhvillohen ndërgjesa me institucionet vendore.
Gjykata e Durrësit miratoi masën e arrestit me burg për 14 vjeçarin i cili akuzohet për plagosjen me thik të një bashkëmoshatari. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të përfshirjes së të miturve, ndërsa vendimi u dha nga gjyqtari Elvis Sulejmani. Ndërkohë 15 vjeçari plagosur, nxënësi i shkollës Dom Nikol Kaçorri, ndodhet në gjendje shumë kritike pas ndërhyrjeve kirurgjikale pasi thika i preku zemrën. Sipas burimeve, konflikti mes të miturve nisi nga ofendimet në rrjetet sociale dhe vazhdoi në shkollë derisa dy të rinj takuan për të sqaruar. Gjatë takimit, ku ishin të përfshirë edhe shok të tjerë, situata degeneroi dhe 14 vjeçari e goditi me thik bashkëmoshatarin. Policia e Tiranës finalizoi një operacion kundër një grupi që trafikonte makina luksoze nga vendet e BE-s drejt Shqipërisë. Në kërkim janë shpallur 2 persona, të cilët sipas policisë trafikonin mjete luksoze të vjetura në Itali, të cilat i sillin në vendin tonë. Ndërkohë blut kanë sekuestruar edhe 2 mjete luksoze me vlerë rreth 110.000 euro. Makinat pasi vidheshin u ndërrohej i numri i shasis dhe më pas futeshin në Shqipëri. Policia vijon punën për të zbardhur raste të tjera të trafikimit të mjeteve që mund të kenë kryer këta 2 persona. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.